Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi ditën e sotme në këtë ditë shumë të bukur me energji dhe me pozitivitet, duke transmetuar pranë jush të gjitha lajmet, të gjitha ngjarjet që kanë të bëjnë me artistët shqiptar dhe me publikun ton të mrekullueshëm. Do ndaloj të flas për Egli Takon. Egli Tako është vazhdon të mbetet shumë e komentuar. Ta them megjithëse se është e vetmja nga gocat që ishin prezente në Big Brother VIP Albania 4, që vazhdon të komentohet, vazhdon publiku ta duan pafund, vazhdojnë publiku të mësojnë gjithçka rreth saj, rreth jetës së saj, domethënë e vetmja nga banoret që qëndron në qendër të vëmendjes, që qëndron në pikë të vëmendjes dhe që ka marrë dashurinë më të madhe. Egli Tako ka postuar ditën e sotme dy fotografi pozitive me energji shumë të bukur që na tregon se është në kulminacionin e lumturisë së saj, se është në kulminacionin e rritjes së saj shpirtërore, se është në kulminacionin e gjërave që ka ndërtuar. Egli ka filluar të jetë shumë komunikative me publikun, ka filluar të jetë shumë komunikative me ndjekësit e saj dhe në atë dritaren e bukur në Instagram ku Egli përzgjedhën të ndanë çdo gjë, përzgjedhën të ndanë çdo detaj, përzgjedhën të ndanë përditshmërinë, përzgjedhën të ndanë momentet e bukura. Ka ndarë me ne këto dy fotografi që janë tepër joshëse dhe që tregojnë se Egli ka ndryshuar rrënjësisht. Natën e mbrëmshme, Egli erdhi me një story të bukur që bënte makiazhin në fytyrën e saj dhe që tregonte se si duhet të ruajtur vetja dhe se si duhet kujdesur për fytyrën, dhe sot e kemi Eglin po përsëri atë Eglin ton të dashur me energji të mirë, me pozitivitet të mirë, me fytyrën e saj të bukur dhe me lumturinë që ne shikojmë në fytyrën e Eglit. Unë mendoj që njerëzit të cilët sakrifikojnë në jetë, që njerëzit të cilët lodhen në jetë, që njerëzit të cilët kalojnë betejë në jetë, ashtu siç Egli kaloi, me patjetër që suksesin e kanë meritën më të bukur, suksesin e kanë armën më të bukur dhe suksesin e kanë dhuratën më të bukur që Zoti u sjellën në jetë. Dhe pikërisht Egli në këtë rast u bekua nga krijuesi, u bekua nga Zoti me suksesin, me lumturinë, me dashurinë që Egli Tako mori dhe vazhdon të merr. Por, ajo që në fakt përflitet shumë dhe është ngritur si alarm, është ngritur si zë në për rrjete sociale, është fakti një. A do t'jetë Egli moderatore në fan club Big Brother? Tani nuk e di se nga kur jedhen ky thash e them, unë do ta quaj thash e them, sepse akoma asgjë nuk ka të zyrtarizuar, por ndoshta publiku bazohet në suksesin e jashtëzakonshëm që kanë patur banoret në shtëpinë e Big Brotherit, duke u bazuar tek Heidi Baci vitin e kaluar që ishte moderatore. Dhe Top Channel ja besoi Heidit këtë rrugtim, bazuar në kureshtjen e madhe që publiku kishte për të, në klikimet e mëdha që publiku kishte për të, dhe në dëshirën e madhe që donin të dinë diçka në raport mes Heidit edhe Romeos. Unë po bëj tani po bëj një krahasim. Mendoj që duke u bazuar në klikime, apo duke dashur që ta shohin Eglin e tyre sa më lart me pozicione, sa më të avancuar, sa më të angazhuar, mendoj që publiku hamendëson edhe krijon lajme që bëhen tituj në për portalet të medias ros dhe pastaj nisin amendsime dhe ndoshta këto hamendësimet e çojnë në mendjen e njerëzit mendimin se çfarë po ndodh. A do të kemi një hyrje të Eglit në këndin e moderatores? A do t'jetë Egli moderatore në fan club? Unë mendoj që në qoftë se do t'ishte bërë një përzgjedhje e Eglit që të ishte moderatore në fan club, për shembull ka qenë Kiara tepër e klikueshme pas përfundimit të Big Brotherit, domethënë kjo strategjia që është përdorur nga televizioni Top Channel që kanë marrur njerëzit klikueshëm, kanë marrur njerëzit të cilët kanë qenë të afirmuar, kanë marrur njerëzit të cilët kanë patur
Në fakt publiku ka patur shumë kurreshtje për to dhe kjo ka ndodhur me Kiarën. Kiara kishte shumë klikime dhe ja besuan moderimin e Fan Club Dancing with the Stars. Më pas domethënë kishim Heidi Bacin që mori fan clubin e Bigut dhe tani domethënë është kjo zinxhiri që publiku e hamencon që mund të jetë edhe Egli. Okej, mendoj që Egli është e përshtatshme për një format të tillë sepse më bukur se Egli kush do ta moderonte, kush do ta analizonte, kush do ta bënte opinionin e bukur të këtij spektakli, sepse Egli e ka prekur vetë me dorë këtë eksperiencë, ka qenë pjesë e kësaj eksperience, ka ditur të bëjë gjëra të bukura, i ka dhënë energji të bukur kësaj eksperience dhe mendoj që Egli Tako do të ishte ideale për të qenë pjesë e një formacioni të tillë që vërtet ka dhënë një energji fantastike dhe ka dhënë një pozitivitet të bukur në Big Brother. Do me thënë, edhe unë siç ju dua të shoh Eglin në fan club, apo qoftë edhe dua të shoh dhe Eglin edhe në këndin e opinionistes, sepse Egli është e artikuluar, është e zgjuar, është oratore e mirë, ka një bagazh fjalori goxha të fuqishëm, është e drejtë për drejtë që në fakt publikut edhe mund t'i konvenonte shumë të dëgjonte një opinioniste të tillë, por është edhe e drejtë për drejtë dhe me banorët, që mendoj që te banorët do të kishte çuar një mesazh të mrekullueshëm, do të kishte drejtuar një mesazh fantastik dhe mendoj që ky mesazhi do të ishte një armë shumë e bukur për të gjithë ato të cilët do dëshironin të shohin Eglin dhe rrugtimin e Eglit, do me thënë Eglin dhe rrugtimin e saj në këtë pozicion. Mendoj që do të ishte më e suksesshme se në Jezdej, edhe pse në Jezdej Egli shëndrit e ka gjetur veten, do me thënë është brënda natyrës së Eglit, është brënda njeriu të Eglit, sepse Egli është artiste e lindur dhe shpirtrisht i ka të lindura edhe këto frymëzimet për poezi, frymëzimet për proza, frymëzimet për të krijuar diçka të bukur, domethënë i ka shpirtërore këto dhe mendoj që do të ishte ideale në këtë këndin e moderatores apo qoftë edhe të opinionistes. Tani nëse ju dëshironi që të ngreni alarmin e madh që Egli të kaloj në këndin e moderatores të fan clubit, do me thënë ta zëvendësoj Heidin këtë vit, sepse edhe nga ana e Heidit nuk kemi një opinion se a do vazhdon të jetë përsëri moderatore dhe pse ndoshta mund të vazhdon, domethënë vitin e kaluar ka shkëlqyer me prezencën e saj, ka qenë tepër e përgatitur, thash, i ndihmon shumë vetëm eksperienca që Heidi ka patur në shtëpinë e Big Brotherit, por këtë vit do të shohim ndoshta edhe Egli do të jetë pjesë e këtij formati, këtij formacioni që në fakt do të mban mbërthyer publikun për ekrani. Me patjetër që Top Channel do t'i mendoj gjëra të mirë, do të mendoj se kush do të jetë moderatorja që do të mbërthej publikun për ekrani, sepse në shumicën e rasteve emisionet shikohen edhe nga fakti moderatorit, moderatores, kush do të jenë opinionistët që do të bëjnë bujën e madhe dhe që do të marrin afirmitetin, dashurinë, respektin e publikut, kush do të jenë banorët të cilët do të jenë brenda asaj shtëpie që do dhurojnë një eksperiencë të papar e gjëra të tilla. Do me thënë do të kemi shumë çka rreth çdo gjëje dhe mendoj që kjo shumë çkaja do të jetë diçka e bukur, do të jetë diçka mikpritse për publikun dhe do t'i dhuron publikut një energji të këndshme pozitive që do të jetë diçka krejt të ndryshe nga ajo që ne kemi parë. Do me thënë janë thashe theme, nuk dua që të besoni tek titujt kryesor që e vën Eglin si moderatore në fan club, nuk ka diçka të zyrtarizuar në momentin që do ketë, unë menjëherë do arrit ta kuptoj me patjetër dhe do ta sjell pranë jush, por kjo është siç duket një dëshirë e madhe. Tani që unë ta përmbyll këtë videon dhe të marr mendimin tuaj, ju dëshironi që Egli të mbetet një moderatore apo të mbetet një opinioniste në Big Brother VIP Albania? Dua të marr mendimin tuaj dhe kë shikoni më të përshtatshme për moderatore? Shikoni Heidi Bacin apo Egli Takon? Le t'i vëmë të dyja në kandar dhe le të shohim se kush e meriton në fakt pozicionin për të qenë pjesë e këtij spektakli.